Alfred Mehmeti lindi në 6 mars 1973 në Ersek, ku kreu edhe studimet e para të shkollës fillore dhe më pas arsimin e mesëm të përgjithshëm deri në vitin 1991, ku ai fillon dhe studimet në Universitetin e Kerem Çabej në Fakultetin Histori Filologji në degën Gjule Tërsi. Pas botimeve të para në periodiket letrar të kohës, nga vitin 91 deri në vitin 2000, ai shfaqet para lexuesit me vëllimin poetik Tatuazh në lëkurën e kohës. Pas botimit të këtij vëllimi, ku krijimtaria e tij u prit mirë nga lexuesit dhe kritika letrare, ai shpalos krahas krijimtarisë prozaike në shtypin periodik, edhe vëllimin e dytë me poezi në vitin 2007 të titulluar Dyzim. Në vëllimin e parë poetik, studiuesi Agim Vinca shënon për të: "Moti nuk kam lexuar një libër të mirë me poezi, edhe aq më shumë të një autori të ri që më ka bërë për vete. Rrëfim dramatik për kohën tonë të pist, një poezi e aktualitetit të rrallë, por që me tekstin e saj shumë shtresor, ka një thelb universal. Nuk dim se i kujt profili është autori dhe me se merret, por di që ky është një libër i mirë, i shkruar nga një djalosh i talentuar, me një bagazh të gjerë kulturor, krijuar me mençuri dhe zhdërvjellësi." Pas dy vëllimeve poetike, së shpejti pritet edhe krijimtaria e re në fushën e poezisë dhe në ato të prozës.